Moderatorja Krisa Caushi dhe aktori Larg Vasili ndodhen me xhirime në Itali për një film të ri që do të vijë së shpejti. Krisa ka publikuar një video ku shprehet se Larg Vasili është babai i saj biologjik. Kam një lajm për t'ju dhënë. S'kam shumë që e kam marrë vesh dhe të them të drejtën jam akoma paksa e tronditur. Larg Vasili është babai im biologjik, tha Krisa. Më në fund u bëra me fëmijë dhe shiko çfarë fëmije, tha Larti. U zbulua e vërteta. Po mirë ato sy pse s'ti mora unë, e pyeti Krisa. I more nga mami, tha Larti ndërkohë që të dyja plasën të qeshurës, duke lënë të kuptohet se këto janë rolet e tyre në film.